BE-ja miraton kundër masa për tarifat e Shteteve të Bashkuara, por ndryshon mendje. Bashkimi Evropian ka miratuar masat e para për kundër përgjigjur tarifave të vendosur nga presidenti amerikan Donald Trump. Në masat e miratuara, bloku shënjestronte produktet amerikane me vlerë prej 20 miliard eurosh, përfshirë sojen, motocikletat dhe produktet e bukurisë. Tarifat deri në 25% janë akmarrje për tarifat ndaj çelikut të aluminit vendosur muajin e kaluar, ndërsa masa e Evropës ndaj tarifave të fundit që Trumpi i shpalli më 2 prill ende nuk është ndërmarrë. Ndërkohë, Bashkimi Evropian ka bërë një thirrje për vendosje zero tarifash nga të dy krahat. Ndërsa do të vendosen tarifa e re do të nisë zbatuar me 15 prill, tha KEA. BE ka konsideruar tarifat e SBA-s të pajustifikueshme dhe dëmtuese, duke shkaktuar një dëm ekonomik për të dyja palët si dhe për ekonominë globale. Brukseli theksoi se dëshiron një marrëveshje që do të ishte balancuar dhe me përfitime reciproke. Trump ka vendosur gjithashtu një tarifë prej 25% për importet automjeteve nga BE-ja, që ka shënjestruar bllokun me tarifa reciproke për 20% që hyn në fuqi. Një zëdhënës i BE-s tha se përgjigjja ndaj tarifave të reja të Shtetet Bashkuara do të bëhet publike javën e ardhshme. Miratuar nga 26 shtete të BE-s, Hungaria nuk votoi kundër. Lista e produkteve të shënjestruara është orientuar kryesisht dhe të shteteve që udhëhiqen nga republikanët e Trumpit. Produktet të përfshira janë produktet e pulës, misri, frutat, arrat, druri, motocikletat, plastikat, tekstili, pikturat dhe pajisjet elektrike. Barbën, që është një listë të menjëhershme, është hequr nga BE-ja pas presionit nga eksportuesit e mëdhenj të verave nga Franca dhe Italia, që shprehen frikën se Trumpi mund të bënte realitet kërcënimin për vendosjen e një tarife 200% ndaj gjithë pijeve evropiane. Masat e miratuara të mërkurë nga BE janë të ndarë në dy pjesë. Së pari BE do lejojë një sër tarifash që datojnë mandatin e parë të Trumpit, por që u pezulluan të rikthehen në fuqi dhe ato do të nisin zbatimin nga e marta e ardhshme. Hapi i dytë përfshin listën e re të produkteve që do shënjestrohen në tarifa, megjithatë dhe BE-ja ka kërkuar që të bisedojë me administratën amerikane.